Në kuadër të 100 vjetorit të ndarjes nga jeta të poetit të madh rus Sergej Jesenin, Bashkia Gjirokastër, Qendra Kulturore Mediatike Antigonea dhe Shtëpia Botuese Nerajda organizuan promovimin e librit më të ri poetik Dritë e praruar e agimit. Ky botim sjell për lexuesin shqiptar poezi të poetit madhor rus Sergej Jesenin, të shqipëruara me ndjeshmëri dhe përkushtim nga poeti përkthyesi dhe regjizori Arçile Garo. Gjirokastra e këta të nderë sot që të promovoj një libër për mua i thjesht nga një poet i cili u quhet rebel i revolucionit dhe vazhdon dhe sot e kësaj dite të përkthehet në gjithë gjuhët e botës dhe të lexohet. Ndihem bukur. Gjirokastra është vendi ku unë fillova aktivitetin tim. Edhe duke u rritur njeriu ndjen mall. Promovohet sot pikërisht në këtë ditë të shënuar të ndarjes nga jeta të 100 vjetorit të ndarjes nga jeta të poetit të madh. Është përkthimi i fundit i cili është bërë nga përkthyesi Arçile Garo, që vitet e fundit mund të themi që në fushën e përkthimeve ka sjell shumë vepra, shumë vlera, duke sidomos në raportin e përkthimeve nga shqipja në greqisht dhe nga greqishtja në shqip, dhe është me të vërtet një rast shumë i mirë për t'i lidhur këto dy ngjarje, botimin dhe promovimin e librit me përkthimet të këtij poetit madh me ditën e ndarjes së tij nga jeta. Gjatë aktivitetit u vlerësua figura dhe kontributi shumë dimensional i Arçile Garo si përkthyes, poet dhe regjisor. Për veprën dhe rolin e tij në afrimin e letërsisë botërore me lexuesin shqiptar, vlerësime shprehu edhe shkrimtari Odise Kote, i cili theksoi rëndësinë e këtij botimi në pasurimin e fondit letrar shqip dhe ruajtjen e frymës poetike të Jeseninit në gjuhën tonë. Vetëm për aktivitetin e tij si artist në fushën e skenës, si regjisor, por 30 vitet e fundit edhe në fushën e përkthimeve, të humorit dhe të poezisë që ai krijon vazhdimisht. Promovimin e një prej sfidave më të rëndësishme që Arçile Garo na i sjell përmes librit të tij Dritë e praruar e agimit. Sot Arçile Garo na bie sfidën e dytë të tij. Në bie Jeseninin dhe kësaj here jo të përkthyer nga greqishtja në shqip, por të përkthyer nga një grek Jeseninin dhe pastaj të lexuar, të shndruar në frymë dhe të strukturuar në poezi, na sjell përsëri Arçile Garo në shqip. Në këtë aktivitet kulturor ishin të pranishëm shkrimtar, lexues dhe dashamirës të letërsisë, të cilët ndoqën me interes promovimin dhe diskutimet e rreth veprës. Aktiviteti u shndërrua në një moment të reflektimi dhe nderimi për trashëgiminë poetike të Sergej Jeseninit, si dhe për rolin e përkthyesve që ndërtojnë ura kulture mes popujve përmes artit të fjalës.